Të dashur miq të televizionit Nova, përshëndetje. Studio hapur në gjuhën shqipe, padyshim se do të vazhdojnë edhe sot, ndërsa për sot kemi planifikuar tema do të cilat do të prekin temat zgjedhore, për shkak se vendi tashmë ka hyrë në fushat zgjedhore ku partitë politike kanë ndezë atë motorin fuqien do thot kadrovike për të organizuar sa më mirë në zgjedhje dhe për dalë me rezultat sa më të mirë. Për sot kemi planifikuar që të bëjmë një debat me barësit e listave të njësisë zgjedhore numër 1. Për sot kanë qenë të ftuar Artan Grupi nga Bashkimi Demokratik për Integrim, Dr. Idris Orana nga Partia Demokratike Shqiptare, Zulfi Adili nga Alianca Shqiptare dhe përfaqësuesit e BES-s. Mirë po, nga Bashkimi Demokratik për Integrim kanë vendosur që mos të marrin pjesë në këtë debat, ndërsa Partia Demokratike Shqiptare në moment të fundit e ka lëshuar debatin për shkak se nga Lëvizja BES-a kanë dërguar përfaqësuesin e dytë. Mirë po, studia hapur do të vazhdon edhe me këtë përbërje. Sot në emision do t'i kam Zulfi Adili nga Alianca për Shqiptarët, barësin e listës në njësinë zgjedhore numër 1. Zoti Adili, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Ndërsa nga Lëvizja BES-a kam Recep Mehmetin. Zoti Mehmeti, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit. Jeni dyti në listë në njësinë zgjedhore numër 1, kjo besoj që nuk është pengesë për të ballafaqur me barësin. Ne kemi idenë tonë, programin tonë, edhe pavarësisht se kush është, do ta prezantojmë. Zoti Adili, po fillojmë për juve, si keni pa, do të thotë, atë menaxhimin, ato deputet të cilët kanë dalë nga përbërja e kaluar, do të thotë keni qenë edhe ju pjesë e asaj, si kanë qenë deputet aktiv, tash do të delni prapë ta kërkoni votën e shqiptarëve. Mendoni se deputetët e përbërjes të kaluar kanë bërë mjaftueshëm, do thotë, që për të pas argumente dhe dëshmi për të kërkuar prapë elektoratit shqiptar votën? Pikësisht faleminderit për ftesën. Unë sot erdha në emisionin tuaj, domethënë si bartës i listës së Aleancës për Shqiptarë, dhe pa marrë parasysh se përfaqësues tjerë të cilët kanë qenë të ftuar në këtë emision, siç duket edhe siç shifet, sidomos për përfaqësuesin e Bashkimit Demokratik për Integrim, nuk e di cila herë me radhë që nuk janë në gjendje ose nuk duan ose kanë frikë ose nuk e di edhe unë pse nuk duan të ballafaqohen me mua, po kjo është edhe një dëshmi e qartë se ata kanë, do të thotë, dobësi ose kanë mangësi ose nuk kanë fuqinë e argumentit që të ballafaqohen me të vërtetën me të cilën nuk kanë në fakt çka t'i ofrojnë qytetarit shqiptar maqtani, me të vërtetën që nuk dinë si të arsyetojnë 153.000 vota të cilat e kanë marrë paraprakisht, dhe sinqerisht unë e them këto publikisht në emisionin tonë, dhe ishte korrekte që në emisionet tjera ku do qofshin, do të thonë përfaqësues të BDI-s të ballafaqohen me mua, edhe si bartës liste, edhe si njëri prej bartësve të procesit që sot e kemi Aleancën për Shqiptarët, në 3 subjekte politike që jemi në koalicion në kuadër të asaj Aleance, pra flasim për unitetin, për lëvizjen për reforma dhe për rilindjen demokratike kombëtare. Zoti Adili, më duhet një ndërprej, do thotë që nga kryeredaktoria Biljana Trëndafillova, edhe unë do thotë si redaktor i redakcisë në gjuhën shqipe, disa herë kemi bërë përpjekje që t'i ftojmë duke kontaktuar edhe zëdhënësin e partijës, edhe kryetarin e shtabit, edhe vetë përfaqësuesin do thotë e njësisë zgjedhore, barësin e listës, mirë po nuk im përgjigj ftesës tonë dhe nuk kanë dashur si duket të ballafaqohen me partitë politike shqiptare. Kjo është shqiptare. edhe një dëshmi se ata nuk duan të ballafaqohen me të vërtetën. Nuk duan të ballafaqohen me të vërtetën dhe nuk janë të gatshëm dalin para opinionit publik dhe ta thuan atë për të cilën mendojnë dhe pretendojnë se kanë bërë. Në fakt, ata janë njerëzit të cilat e sollën krizën politike në maqtani, edhe do vazhdoj me pyetjen të cilën e parashtrua kjo, konkretisht se si ka qenë parlamenti i deritanishëm ose deputet të parlamentit, dhe cili ka qenë roli i këtyre deputetëve. Unë e kom thonë edhe me një emision tjetër dhe e them edhe këtu dhe e përsëris, do të thotë, se për fat keq, ky parlament ose kjo përbërje parlamentare që veçmo kaloi, ka qenë një makineri votuese, do kisha thonë, me plot përgjithësi, kanë qenë të dëgjuarit e sultanëve të vet, flas për kryetarët e partive politike, dhe deputetët e partive politike që e sollën krizën politike, flas për BDI, flas për VMRO-n, flas edhe për PDSH-n, për arsye se
Po dësheja herë luan të rolin e opozitës, herë rolin e pozitës, në varësisht për rrethonave të cilat i paraqiteshin, në varësisht për interesave të cilat i kishte, i kishte dhe vazhdon t'i kese, dhe me keqardhje e them se nuk e di pse ata njerëz nuk janë gjendje të ballafaqohen me mua, sot si bartës liste, dje si nënkretar partije, nesër nuk e di si, po dhe ishte korrekte që të ballafaqohen. Une sinqerisht sonte erdha që të ballafaqohem pikrisht me bartësat e listës. Unë jam këtu që të prezentoj platformën, prezentoj qëndrimet e aleancës, prezentoj qëndrimet edhe të mia si bartës liste për deputet. Sigurisht, unë deputet kam qenë dhe sot kom dalë bartës i liste që të arsyetoj njëherë votën të cilën e kam marë paraprakisht, para qytetarëve shqiptarë në zonën numër 1. E them kështu për të vetëm në arsye se unë nga cilësia e deputetit ndërpreva disa procese jashtëzakonisht të rënda dhe të këqija të cilët ishin kundrejt shqiptarëve. Siç e dini shumë mirë, se në mandatin e kaluar ndodhi një moment shumë interesant, ideja ose iniciativa për ndryshimet kushtetuese në Maqedoni, me të cilën ata deputet të cilët ishin të dëgjuarit e sultanëve të vet, ata në asnjë moment nuk lexuan se çfarë në fakt ishte ose çka ofronin dy subjektet politike VMRO BDI për ato ndryshime kushtetuese, edhe e kam fjalën për çështjen e ndryshimit të stemës, konkretisht që luani të jetë stemë dhe flamur shtetënor. Unë isha deputeti i vetëm i cili bllokova ata procese me të vetmën arsye, me të vetmin qëllim që shqiptarët mos kthehen ndoshta 30 vite mbrapa, ndoshta 40 vite mbrapa, dhe kërkesa e vetme ime në atë kohë ka qenë pasi që hapet kushtetuta. Kushtetuta hapet njerë në 50 vjet ose vetëm me luftë. Kështu i kemi nga praktikat të cilat në ndodhen në Maqedoni, për arsye se dihet historia, siç e thot, nga viti 91, kur kaloi kushtetuta pa votat në atë kohë të deputetëve shqiptar, duhej të kalojnë 10 vjet në vitin 2001 që të ndodhe një luftë dhe të ketë ndryshime kushtetuese. Dhe në vitin 2015, ajo iniciativë për ndryshime kushtetuese ishte në dëm të interesave shqiptarëve. Në atë kohë kërkova që të futen 3 elemente shqiptare: ndryshimi i preambullës, pra barabarzia e plotë mes dy popujve, zyrtarizimi i gjuhës shqipe, kjo do të thotë flas me kushtetutë, jo me ligj, gjuha shqipe të jetë zyrtare në gjithë nivelin e Maqedonisë, dhe në atë kohë kërkova vetëm edhe një pikë, vendimarrja në 3 institucione, parlament, qeveri dhe gjykatë kushtetuese, të jetë me votim të dyfisht. Ata nuk e pranuan dhe unë normal se isha me këmbgulje, do të thotë ai i cili nuk e votova, dhe për fatin e mirë të shqiptarëve nuk kaluan ata ndryshimet të cilat ishin në dëm të shqiptarëve në përgjithësi, dhe nuk kaloi ai luani i famshëm për të cilin Ali Ahmeti e prezantonte si diçka shqiptare, edhe pse në atë periudhë ata paguajtën disa historian, shumë thjesht, paguajtën disa historian që luanin të prezantojnë si të kaluar shqiptare, që absolutisht e vërteta është që luani është vetëm një simbol i një subjekti politik në Maqedonas. E kam fjalën për VMRO-n dhe nuk mundet simboli i një subjekti politik Maqedonas. VMRO thjesht simbol shtetënor, simbol stemë e shtetit, për arsye se fundit shqiptarët kundër atij simboli kanë luftuar. Po. Zotëri Mehmeti, jeni një subjekt i ri politik i cili tashmë jeni themelu, keni arrit të shtriheni dukshëm, do thotë, në për gjitha zonat. Sa është përgatitja e lëvizjes Besa për dalë në këto zgjedhje e përgatitur maksimalisht, dhe si e keni vlerësuar punën e deri tanishme të deputetëve në Kuvendin e Maqedonisë? Ju falenderoj për ftesën. Duke isha bën një shkëputje, me keqarje them që në përfaqësuesit e BDI-s dhe PDSH-s nuk janë prezent këtu, edhe si duket ata i ka kapur trishtimi nga konventa promovuese e rilinjës me besë, dhe si duket edhe nuk kanë guxim që të ballafaqohen me të vërtetën e shqiptarëve të Maqedonisë, edhe është koncepti i cilin e ofron lëvizja Besa në koalicion me rilinjën me besë. Edhe kjo është një fakt i pamohueshëm, nga se shqiptarët e humbën besimin plotësisht në politikbërjen shqiptare në Maqedoni. Të gjithë
ata përfaqësues politik, të cilët deri sot 15 vite dhe më tepër zotoheshin me fjalë patriotike dhe me patriotizma të rrejshëm, në fund epilogi ishte dëshpërim dhe zhgënjim, nënçmim dhe në përkëmbje dinjitetit të shqiptarëve të Maqedonisë. Edhe për këtë ka çdo politikan i cili ka qenë aktiv në skenën politike në Maqedoni këto 15 vite ka faj. Edhe besoj që këtu nuk amnestohet asnjëri i cili ka pat funksion edhe ka pat përgjegjësi dhe mandat nga populli që të mbrojë interesat e popullatës shqiptare. Kjo nuk është vetëm dështim edhe e keqe e shqiptarëve, nuk është vetëm stema Luani të cilën e përkrahi BDI, por e keqja e shqiptarëve vazhdon 15 vite me radhë. Që nga rasti i Stopotit, Brodeci, Monstra, vrasja e Harun Aliut, edhe shumë të këqija të zeza që u ndodhen shqiptarëve, të gjithë këta politikanë, të cilët kanë qenë aktiv, kanë qenë skenë politike, të cilët kanë qenë edhe shokë të luftarëve më të mirë, edhe burrave më të mirë që i pat ky popull edhe u flijon për këtë popull, të gjithë kanë një pjesë të fajt. Ashtu që se përmend një konventën, për shkak se gjithë partitë politike thuajse po kapen tash te konventat, ato fillimtarët që i patën shumë masovike, Besa pat masovitet, Aleanca për shqiptarët gjithashtu pat në Gostivar, BDI-ja pat në... Po ka dallim, do të thonë edhe publiku e din dallimin, fotografitë edhe imazhet janë të qarta. Ajo që është dallim i rëndësishëm se të gjithë njerëzit të cilët erdhën në konventin e rilindjes me Besë, erdhën vullnetarisht edhe mbretëron të një atmosferë festive, pa presione, pa shantazhe e kështu me radhë. Dhe kjo është dallim i rëndësishëm. Dalja e lëvizjes Besa në skenë është rezultat i kërkesës imanente, nevojës imanente të popullatës shqiptare që të ketë një elitë të re intelektualesh, të cilët do të jenë bartës të proceseve reformuese për ridefinim të këtij shteti. Nga se të gjithë ata të cilët deri sot ishin në skenën politike në një farë forme janë të shantazhuar edhe të kapur në atë mënyrë që ata faktikisht nuk kanë as pak fuqi edhe kredibilitet më të përfaqësojnë interesin e shqiptarëve të Maqedonisë. Për atë që në fillim lëvizja Besa hartoi një strategji, një koncept të qartë, një platformë e cila bazohet në konceptin e lirisë, drejtësisë edhe barazisë në këtë shtet, ku shqiptarët do të jenë qytetarë të barabartë me gjithë qytetarët tjerë. Edhe kjo flet për seriozitetin edhe e qasjes politike të cilën e ka bërë lëvizja Besa që në fillim. Ju e dini që në fillim, posa filloi publikimi i bombave të opozitës maqedonase, lëvizja Besa dol me oferte dhe zgjidhje konkrete. Një ndër ata ishte formimi, ne kërkuam në mënyrë urgjente formimin e prokurorisë speciale, e cila u bë realitet menjëherë pas disa muajve. Pastaj, një ndër kërkesat që është një ndër pikat kryesore të ridefinimit është themelimi i gjykatës speciale, për shkak se të gjitha këto procedurat, proceset që i ngrit prokuroria speciale hasin në obstruksion nga gjithësia, nga sistemi gjyqësor i cili është komplet i kapur nga pushteti. Prandaj, kjo flet se lëvizja Besa, që në fillim jo vetëm që ka dalur që të kritikoj edhe të paraqes dështimin e politikës shqiptare të drejtanishme, por njëkohësisht ka ofruar edhe ilaç, ka ofruar edhe zgjidhje se si mund të bëhet ridefinimi apo avansimi i shqiptarëve në tokën e vet në Maqedoni. Edhe kjo has në pritje duar krah hapur të popullatës shqiptare. Kjo flet se shqiptarët e kanë kuptuar se i vetë një opcion i cili ka potencial intelektual, njerëzor, profesional, që mund të bartë proceset që janë në interes të shqiptarëve për gjithë qytetarëve në Maqedoni, është koalicioni i Rilindje me Besë. Ajo me 11 dhjetor, zotëri Adili, pat konventat fillu në fushatë zgjedhore, si e vlerësoni atë fillimin e fushatës zgjedhore? Ka qenë një vokabular më i ndryshëm i subjekteve politike apo nuk dallon prej cikleve të tjera? E mira e kësaj fushatë ose e këtyre zgjedhjeve është se
do promovohen figura të reja politike. E mira e kësaj fushate do jetë se çdo kush do të provon veten se sa peshon në opinion, në popull, në vote, kështu me radhë. E mira e kësaj fushate duhet tjetë dhe shpresoj se do jetë, se duhet tjenë zgjedhje të fair, të lira dhe demokratike, pa presione. E mira e këtyre zgjedhjeve duhet tjetë që qytetarët shqiptarë, flasim tash për shqiptarët, po kjo vlen edhe për të tjerë, do duhet të përfitohen me platformë politike, me qëndrime politike, me oferta politike dhe jo me lek, me pare. Sepse nëse sot një qytetar të shet votën për 500.000 denara, apo 50 euro, apo 1.000 euro, ai do të thotë e ka shit në një farforme mandatin ose e ka shit qëllimin, idealin e shqiptarëve për minimum 4 vjetë. Ardhmërinë e tij për 4 Ardhmërinë e tij për 4 vjetë. Dhe do jetë mirë që kjo fushat, unë shpresoj që këtë fushat të mbajmë në mënyrë fair, në mënyrë demokratike, të ofrojmë ofertë, dalim me oferta konkrete. Cila ka qenë oferta ju të cilët ne keni ofruar? Po, ne siç dihet, domethënë uniteti kur dolin skenën politike, tani jemi normal në koalicion me 3 subjekte, domethënë 3 subjekte politike, kur dolin skenën politike, uniteti ka qenë subjekti i parë politik i cili dorëzoi në parlament iniciativë qytetare për ndryshime kushtetuese. Do thonë, ne mund të quajmë si duam, po duhet të flasim hapun shumë konkretisht dhe sinqerisht. Në thotë flasim për iniciativën për ndryshime kushtetuese. Në thotë, ndryshimi i preambullës. Kur flasim për ndryshimin në preambullës, flasim për barazinë mes dy popujve. Dy popujt më të mëdhenj në Maqedoni që absolutisht ne mendojmë se edhe popujt tjerë të cilët janë më të vegjël duhet të jenë barabartë në shtet. Flasim për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe në Maqedoni në gjitha nivelet, nga kryetari i bashkisë lokale, kushtimisht tonë deri në president shteti. Me këtë ide, ne nuk kërkojmë që Maqedonët e Strumicës dhe të Vallandovës të flasin shqip me mu ose për biznese personale ose me doktor Rexhen ose me dika tjetër. Ne kërkojmë shteti të komunikon shqip me qytetarin e Maqedonisë, gjithësisht me qytetarin shqiptar, po edhe me të tjerët. Ideja është zgjedhja e kryetarit shtetit nga Kuvendi i Republikës Maqedonisë. Pse e themi këtë? Më thonë, ta zgjedhësh presidentin e shtetit. Deri tani, presidenti i shtetit Maqedoni është zgjedh nëpërmjet votës. Në momentin kur u ul cenzusi, më thonë, prej 50.000 votave, prej 50% në 40%, kjo i bje se vota shqiptare për ta zgjedhur president u anulua. Më thonë, nuk ka vlerë. Edhe në rastin konkret, do e shfrytëzoj rastin ta përsëris, megjithëse nuk janë këtu përfaqësues të BDI-s, dhe duhet me e thonë, më thonë, momentin që ata dolën në periudhën edhe nuk e pranonin Ivanovin për president shteti, anonin tjetër, gjatë gjithë kohës kanë qenë prezent në për gjitha takimet që i ka thirr ai, dhe më thonë, si president shteti, kurse ata në atë kohë pranuan që të bjere të ullet, të më thotë, cenzusi prej 50% në 20%, kjo i bje se derisa të zgjidhet presidenti me vota kështu, me vota normale, pa u zgjedh në parlament, e humb vlerën. Dhe prandaj ne kërkojmë që presidenti i shtetit, si në çdo shtet normal, të zgjidhet në parlament Maqedonisë me votim dyfisht, ku vota e deputetit shqiptar do ketë vlerë. Ku në atë situatë mund të kemi një situatë ku presidenti i shtetit pas një për problemi të bëhet shqiptar. Se të mirët e drejta do thotë qytetarit që ta zgjedh personalitetin. Absolutisht. Përshka se kishmi në vitin 2009 kandidaturën e Imer Selmanit, ndoshta demokracia e re nuk gjeti vullnet tek elektorati shqiptar, mirë po kandidati i tyre. Kishmi rastin e Imer Selmanit dhe kemi pas edhe raste tjera. Për shembull, Imer Selmani ishte i vetmi kandidat që mori dikun të 150.000 vota. Mirë po, pikrisht për këta arsye, dhe më thonë, për cilën e flasune nuk arriti në asnjë moment, më thonë, një shqiptar, ose më mirë do thonë, ja kështu, një jo Maqedonas, që të garon seriozisht, me gjithë se Maqedonia si shtet ka nevoj, minimum për 3 funksionet kyçet shtetit, president, kryeministër,
kryetar parlamenti, minimum njëri prej këtyre tjetë shqiptar. Pse? E tham këtë. Për arsye se nëse duam të krijojmë koncept të një shteti barabart mes dy etnive, atëherë duhet të shkohet 33-33-33, më thënë 3 pozicione kyçet shteti. Ideja tjetër ishte ndryshimi në Komitetin për Marrëdhënien Ndërretnike, dhe më thonë, qëllimi kryesor ku është? Komiteti për Marrëdhënien Ndërretnike, kur u kriju, ishte ideja që ta luan rolin e dhomës dytë në parlament. Nuk flas për dhomë dytë klasike tash, po flas për dhomë e cila do merret, ose për komitet i cili do merret me mbrojtjen e interesave pura shqiptare, që mos ndodhen mbi votimi i deputetëve shqiptar nga deputetët Maqedon. Në Maqedoni patëm rrahje nëpër autobusa, në Maqedoni patëm vrasje, në Maqedoni patëm djegje të pronave të shqiptarëve në Gjorqe, në Maqedoni patëm raste të montuara, do të thotë, prej Sopotit e deri në rastin e fundit të Kumanovës, ku u burgosën dhe u vrajtën djemë të cilat ndoshta kanë qenë djemë të mirë të kombit, dhe në asnjë moment Komiteti për Marrëdhënien Ndërretnike nuk u mlodh dhe të diskuton për këta çështje. Thonë unë në cilësinë e deputetit, edhe si antari i komisionit për mbikëqyrjen e shërbimeve, se antari i komitetit nuk kam qenë, flasë Komitetet për Marrëdhënien Ndërretnike, unë e kom ngrit në brenda komisionit, në parlament, çështjen e Kumanovës dhe të gjitha çështjet e rasteve të montuara nga gjitha pushtetet të cilat kanë qenë prej fillim deri sot. Po në Maqedoni ekziston një problem jashtëzakonisht i madh që një pjesë bukur e madhe e njerëzve tonë dhe opinionit nuk e di, se ekziston në Maqedoni një ligj i cili e ka emrin ligji për informacionet e klasifikuara, ku njëri prej neneve të atij ligji thotë se drejtori i shërbimit me drejt diskrecionare, mos gabofsha, ashtu i thojnë, ka të drejt mos të jep asnjë informacion. Dhe unë kom ngrit iniciativë për ndryshimin e kësaj pjesës ligjit, se e drejta diskrecionare, do të thotë, ai ka drejt jo vetëm mos me të dhanë informacione, po ka drejt edhe të ta merr drejtën e shtetësisë. Dhe ka shumë drejta të cilat çka ti kujtohet atij i bën, ashtu siç i kanë bën deri tani. Dhe në Maqedoni duhet të bëhet reforme reale kushtetuese dhe ligjore, dhe jo rastësisht ne kërkuam, do të thotë, që Komiteti për Marrëdhënien Ndërretnike të reformohet, sepse vetëm në Komitetin për Marrëdhënien Ndërretnike i ke 7 deputet maqedonas, 7 shqiptar dhe ke një turk, një bosnjak, një sërb e kodiun, tash ashtu mos më kap për fjalë, ose një vëllai. Dhe tani kur vjen momenti i votimit, kush duhet të vendos për interesat e shqiptarëve? Sërbi, turku, vlehu e kështu me radhë. Dhe kur e kemi parasysh se partitë turke, vlehe, sërbe janë në koalicion me partitë në rastin konkret VMRO-s, interesin e kujt dhe mbrojnë ata deputet në Komitetin për Marrëdhënien Ndërretnike? Sigurisht se interesin maqedon, jo interesin shqiptar. Dhe më thonë, ideja tjetër ishte e kam fjalën kështu, veç ta rrumbullosoj, nuk e kam ndërmend ta çoj deri në fund. Ideja është kjo. Ideja është se ne dorëzuam, do të thotë, iniciativë dhe ne ja dërguam parlamentit. Dhe parlamenti nuk e pa të rrugës që ta diskuton këtë iniciativë. Por ne e kemi nisën qartë se ndoshta për 26 vjet të pluralizmit politik në Maqedoni, ne jemi subjekti i parë politik që kemi çuar kërkesa para kohë, jo zgjedhje, në institucionin ligjvënës, pra në parlament, se si duhet duket kushtetuta e Maqedonisë. Zotëri, kisha dash pak të replikoj nga se popullata shqiptare është lodhur nga fjalët edhe nga teoretizimet politike. Zotëria Dili ka qenë edhe deputet, për edhe funksionar i partisë në pushtet, vitet të tëra, edhe kisha dashur që ndoshta edhe opinioni është interesuar që zotëria Dili a ka dalë ndonjëherë publikisht ti gjikoj gjithë ato raste të montuara politike të cilët kanë qenë në dëm të shqiptarëve. Do të thonë, zotëria Dili e ka pat lider Ali Ahmetin, edhe a ka dalë ta kritikoj Ali Ahmetin për politikat anti-shqiptare që i ka bërë deri tash. Kjo është ajo që popullata kërkon.
Popullata shqiptare është lodhur nga fjalët pa vepra. Pra atë koncepti i lëvizjes Besa është që ky shtet, ky sistem i cili sistem politik, juridiko-kushtetues, i cili është krejtësisht diskriminues, edhe i cili është krejtësisht asimetrik në krahasim me realitetin shoqëror në Maqedoni. Pra atë lëvizja Besa përmes ridefinimit kërkon që koncepti i shtetit i cili është shtet monoetnik unitar me rol dominues të popullatës maqedonase të ridefinohet në një koncept të shtetit shumë etnik me rol participues funksional të dy etnive më të mëdha, maqedonasëve dhe shqiptarëve, kuptohet edhe me participim të gjitha Me që deshta t'jap hapësirë pak ma shumë të elaboroni gjithë platformës e lëvizjes Besa, mirë po deshta të replikoni. Vazhdoj me prezentimin unë dëgjova t'jap kundër të tregoj. Të drejt kundër replik, pastaj do ta elaboroni. Opinioni e ka të qartë, ju keni patë hapësirë 15 vite në skenën politike. S'ka problem. Ma përmene emrin, të të përgjigjem. Apo në të përgjigj? Unë mendoj se patët hapësirë. Jo, të të përgjigjem se ma thawa. Thoa, ke qenë, dhe të tregoj. Po, e vërtet. Unë kam qenë themeluesi ushtrisë shqiptare kombëtare. Unë kam qenë edhe themeluesi i Bashkimit Demokratik për Integrim. Publikisht e thamë, këtë veç të përfundoj? Të përfundoj be prit pa. Cili është epilogu rezultati i aktivitetit politik të tuaj? Rezultati është sot shqiptarë unë kam qenë drejtori i qendrës për një sekundë për publikotës. Prit pa. Lejoni që të dalë në skenë një elitë e intelektualve të cilët po kush është e bloku këtë elitën që thirret si elitë e cila mbron interesat e shqiptarëve konkretisht. Me daljen e unitetit në skenë, me daljen time dhe me daljen e Gzimostrenit dhe me daljen e gjitha strukturave të unitetit. Sot BDI-ja nuk ka drejt të përmendë më UÇK-n. Sot BDI-ja del edhe brohorit UÇK dhe kërkush nuk flet për atë. Veç ta përfundoj, pa është tradhtu. Sigurisht sa është tradhtu, se unë e kam thënë në shumë emisione. Në momentin që unë kam qenë mbrenda për mbrenda, të gjithë e din se unë kam qenë personi i parë i cili e kum kundërshtu, ka Instagrame, dhe më thonë ka stenograme për atë punë, dhe ka edhe incizime, veç ta përfundoj për e gjatë. Nëse dim ju para në momentin kur jeni kandiduar, ju vazhdimisht flisnit fjalë miradia për Ali Ahmetin. Kur jam kandidu unë, ndoshta edhe ti ke votu për BDI-n, po mos e hi asaj pune tash, Rexha, një sekond. Përderisa ju nuk e kundërshtoni politikën e cila është kur jam kandidu, doktor, kur jam kandidu unë kisha dashur që të ofroj platformën. Më përmende si emën, edhe tash do të ta them. Këto replikat pastaj të veç ta them. Kur jam kandidu unë 2014-ën. Dhe më thon, unë 2 muaj masi u bëna deputet, unë veç fillova t'i kundërshtoj brenda parlamentit të gjitha veprimet e BDI-s. Kjo është e vërteta, a e vërteta tjetër, edhe ti, edhe unë, edhe gjithë opinioni, e dim se 2014-ën, ndoshta, edhe ti, edhe kryetari i partisë tënde, e ka votu, po sigurisht e ka votu BDI-n. Kjo është një, e dyta, veç ta përfundoj. Se sot, nëse më akuzon ti mua se unë pas kam qenë funksionari BDI-s, atëherë, veç një sekond. A do më lejosh, nëse ti mua më akuzon se unë pas kam qenë në krahët Ali Ahmetit, një periudhë, atëherës kryetari i lëvizjes Besa, Bilal Kasami, çka ka qenë? Ku ka qenë? Më ka dole tash. Qa ka qenë? Sekretar shtetin Ministrit Kulturës, Ministrit Ekonomisë. Në momentin kur ka pasë kjo politik, po ka kahje diskriminuese edhe sekretar shteti ka qenë, një, e dyta. Gjithë shqiptarët e Maqedonisë. Bilal Kasami ka qenë kandidat për deputet në listën e BDI-s. Bilal Kasami ka qenë, një sekundë betash. E kam përkra BDI-n për shkak të UÇK-s edhe kanë prit që kjo BDI të realizoj atë për cilë edhe në momentin që nuk e realizoj, gjemt të cilat e themeluan BDI-n nuk janë... Ju vazhduat të qëndroni 15 vite.
Ratë Milioni të Po prezentoj... jo, ti u kape për këtë dhe duhesh edhe ta tregoj. Jo, Me thënë, fjalën unë e sa kam kam që qenë, Regjo, sa popullata kam shqiptare qenë është lodhur nga fjalët e Po jo, jam të pavepra. jam të shpjegu të njëjtën që e shpjegon edhe ti. Fjalët Se pavepra. ridefinimi jot janë ndryshimet e kushtetutës. Se ti e din shumë mirë se unë kam qenë Nuk keni pat mandat 153.000 vota, keni pat në fond për krajt popullor, keni pat... Dola për aty dhe i kundërshtova, e ke qartë këtë punë ti. Në momentin që i blokova 5-6 ligje që janë anti-shqiptare, çka duhesh të bëj unë, dal ta varja Aliametin. Në rastin e Sopotit, Brodecit, Harun Aliut... Ikum kundërshtu edhe rastin e Sopotit, edhe të Brodecit, edhe din opinioni atë punë sigurisht se e din. Edhe sa kam qenë funksionar në ekzekutiv, kam qenë drejtar, gjithë opinioni e din shumë mirë se unë ndër institucionet e vetme që e kom vendu pllakën para institucionit në 3 gjuhë, shqip, maqedonisht, anglisht, është qendra për menaxhim me kriza. Le të shkojnë le ta shohin. Unë kam qenë i vetmi shqiptar i cili në vertikale prej 7 sektoreve i kom vendu 4 shqiptar. Dijen me emra me emra ato, po nuk i hi këtij procesi. Jo, është një fakt që jeton çdo shqiptar në Maqedoni. 15 vite politikbërje, pas luftës ku u flijua gjëja më e çmueshme e shqiptarisë në Maqedoni, shqiptarët sot vazhdojnë të kenë problem ujin e pishëm, vazhdojnë të kenë problem infrastrukturën, vazhdojnë të kenë problem arsimin shqip, vazhdojnë të kenë problem infrastrukturën shkollore e shumë radhë. Unë nuk mbroj BDI-n këtu, unë mbroj unitetin dhe aleancën për shqiptarët. A ti, nëse mbron Lëvizjen Besa, fol për Lëvizjen Besa edhe fol për ridefinimin. A të mlesh? Fol për ridefinimin tonë, se ridefinimi dhe gjë. Unë të tregoj, e di atë punë, unë e di atë punë shumë mirë, e di se kom bisedu, 3 muaj ditë kom bisedu për çështje konkrete, e ridefinimi është ndryshimet kushtetuese, doktor. Është mirë ato shefët e të të pyesish pak më hollë gjatë, se çka në fakt ridefinimi. Thuje, ridefinimi janë ndryshimet kushtetuese. Kur kena dalë ne me ridefinimi, në më thonë, asnjë nga subjektet... Hajde, shpjegoj më çka është ridefinimi. Shpjegoj opinionin çka. Elaboroni do thot platformën e Besës, çka parasheh Besa do thot ndryshohet në përbërjen e re parlamentare. Padyshim që ajo që është esenciale është se në njerëzit të cilët do të kenë mandatin që të bëjnë ndryshimet në shtet, i cilët do të jetë funksional i drejtë dhe i barabartë në interes të gjithë qytetarëve, edhe të shqiptarëve në veçanti, është me rëndësi të cilët janë ato njerëz. Dhe me thonë, nëse ne mendojmë që këta njerëz të cilët janë të kapur me hipoteka të rënda, do të mbrojnë interesat e shqiptarëve, vetëm mund ta mashtrojnë veten. Edhe këtë vërtet çdo qytetar shqiptar e ka të qartë. Prandaj hapi i parë drejt ridefinimit të këtij shteti, drejt aplikimit të drejtësisë, sistemit të drejtësisë, barazisë, zhvillimit barabartë të qytetarëve në Maqedoni edhe të shqiptarëve, është zgjedhja e njerëzve të cilët kanë kredibilitet moral, intelektual, njerëzor e profesional. Zgjedhën veç më e keni bë. Absolutisht, edhe ajo ka qenë, më thonë, këta njerëz të cilët sot Lëvizja Besa i kanë nxjerrë si bartës apo si kandidat të mundshëm për deputet, nuk janë ndoshta më të mirit, nga se Besa ka një armatë të tërë të profesionistëve dhe të njerëzve me dignitet. Kjo ka qenë zgjedhje e organeve edhe strukturave të Lëvizjes Besa, edhe mendojmë që kjo është hapi i parë drejt aplikimit të asaj që është interesi shqiptarëve në Maqedoni, njerëzit të cilët e bartin procesin. E dita është ideja. Cila është ideja jonë për politikën shqiptare në Maqedoni? Ajo është një qasje e re në politikbërjen shqiptare në Maqedoni, ku në qendër të vëmendjes është qytetari në përgjithësi edhe shqiptari në veçanti në Maqedoni. Vlerat njerëzore. Sot, këta politikanë të cilët deri sot kanë aplikuar këtë politikë dështuese, e kanë sjellë qytetarin shqiptar në rolin e robit. Ata dëshirojnë që çdo qytetar, çdo shqiptar, nënat tona, motrat tona, ata t'i kenë në shërbim edhe e rob të tyre. Edhe kjo është ajo të cilën sot shqiptari në Maqedoni nuk mund ta durojë. Për atë ishte nevojë emanente, urgjente, që shqiptarët Maqedonit bëjnë një mobilizim të ri politik, me ftira të reja, me ftira me kredibilitet edhe dignitet, të cilët
do të dalin nga brumi i këtij populli, nga vlerat i këtij populli, të cilët do të mundohen të manifestojnë vlerat më të larta që i ka Kikom. Sot këta politikan e kanë nënçmuar dinjitetin e shqiptarëve. Sot shqiptari ndihet më i përbuzur dhe më i nënçmuar se çdo herë, se asnjëherë më parë. Prandaj nevojë është që këta njerëz me dinjitet, me mençuri dhe me vizion afatgjat të ofrojmë program konkret. Edhe ky program e ka emrin ridefinim, i cili kërkon urgjentisht që sistemi asimetrik, ky shtet asimetrik, i cili i ka diskriminuar shqiptarët edhe gjithë qytetarët tjerë me rol dominues edhe dominant të popullatës maqedonase, është i papranueshëm për ne. Edhe kërkojmë ridefinim ku shqiptarët do të jenë popull shtet formues, të cilët do të mbartin përgjegjësitë edhe të drejtat e barabarta me maqedonasit dhe gjithë qytetarët e tjerë. Prandaj, ajo që është ju mund shif, ne flasim ridefinimi i ka flasim për pragmatizëm, nuk flasim për teori, do të thonë duhet hapa konkrete dhe pragmatik. Për hapa konkrete. E dita, zhvillim të barabartë dhe të balansuar ekonomik rajonal, që nënkupton zhvillim i barabartë i gjitha rajoneve. Ju e dini që rajonet shqiptare janë të lëna anash edhe pa kurfar zhvillimi infrastrukturor dhe ekonomik. Pastaj, zhvillim i shëndetësisë publike edhe ofrim i shërbimit shëndetësor primar për çdo qytetar. Ju jeni të vetëdijshëm se sot në Maqedoni ka vendbanime të tëra shqiptare që nuk kanë shërbim elementar shëndetësor. Në kohën kur shumë ministra të BDI-s kanë qenë të shëndetësisë, edhe ata shumë herë kanë shkuar në vendbanimet shqiptare, bile ka raste kur kanë manifestuar në propagandë parazgjedhore hapjen e ordinancave, të cilat ordinanca sot e kësaj dite nuk funksionojnë. Kjo ka qenë vetëm një mashtrim, i cili ka qenë permanent, edhe në fund sot qytetar shqiptar nuk ka shërbim dinjitos shëndetësor. Shkoni në për spitalet publike shëndetësore, janë kushte të mjerueshme, do të thonë kushtet jo të dinjitetshme, edhe prandaj kërkojmë që ky sistem shëndetësor publik të zhvillohet, të avansohet për të ju ofruar kushte normale me standarde bashkëkohore qytetarëve shqiptarë. Zotëri Mehmeti, një pyetje për të dytë ndoshta. Po shohim se programet pothuajse janë të ngjashme në atë pikpamjen time, ndoshta edhe mund të gabohem. Mbas analizëve të cilët i kemi pas në emision dhe i kanë analizuar do thotë gjitha platformat e partive politike, thuaj se dallimet janë shumë minimale. Edhe si do të mund të realizohet ridefinimi ose ndryshimet kushtetuese nëse numri i deputetëve nuk është i mjaftueshëm. Përse çdo herë e potencoj zotëria Adili se mbi votohemi ne, edhe nuk ka mekanizma të cilët na detyron do thotë ta zbatojmë ridefinimin ose ndryshimet kushtetuese. Ka një dallim. Si mund të bëhet kjo? Partia në pushtet deri sot ka qenë komode. Ju e dini se shqiptarët nuk kanë pat opozitë. Kjo është fakt. A do të duhet nesër në përbërjen e re parlamentare të bashkohemi gjithë partitë që të bëjmë atë numrin e nevojshëm që ta bllokojmë ato. Nesër do të na duhet në përbërjen e re parlamentare të bashkohemi ndoshta me BDI-n edhe me PDSH. Një ndër idetë tona është nëse shqiptarët i japin mandat koalicionit Ririndje me Besë, që është e dukshme, do të thonë shumicë, atëherë ne do të i thirrim të gjitha subjektet që kanë marrë mandat nga popullata shqiptare, edhe do të ulemi. Urdhnoni vëllezër, hajde të bëjmë një qëndrim përbashkët, edhe atë qëndrim ta paraqesim në masë para maqedonasve. Edhe këtë lëvizja Besa nëse merr mandat që të jetë shumicë edhe të prij proceseve shqiptare në Maqedoni, padyshim se ne do t'i ofrojmë gjitha subjekteve të cilët do të kenë mandat, urdhnoni, hajde njerë e përgjithmonë të marrim një qëndrim të përbashkët e të themi stop diskriminimit edhe nënçimit që është shumë e vështirë të bashkohen shqiptarët. Ne do ta bëjmë edhe ne nëse nuk kemi arrit para zgjedhjeve të bashkoheni. Si ka mundësi do thotë mbas zgjedhjeve? Pavarësisht. Kur inatet politike nga ajo disfat që kanë psuar njëra ose tjetra palë do thotë do të ekzistojnë akoma. Tema e bashkëpunimit mendoj se është prezantuar me opinione dhe opinioni ka të qartë se ku kanë qenë arsyet edhe kush ka më tepër edhe më pak faj. Nuk isha dashur të hi në atë temë, por realisht shqiptarët tash kanë opsion. Edhe ky opsion dëshmohet në të gjitha anketat, në të gjitha sondazhet, në organizimin strukturor në terren, në të gjitha organizimet tubimet publike që ka organizuar Lëvizja Besa, e dëshmon se kjo është një opsion serioz i cili është i vetëm që mund
ta ndalë këtë keqe që e ka emnin pushteti BDI dhe VMRO. Zotëra Dili, si do tjetë e mundshme do të realizohen këto ndryshime kushtetuese apo ridefinim? Rilindja me BE-s në fakt nuk është koalicion, kjo është, do të thotë të vërtetën. Po le të thotë është lëvizja BESA, se në listën e KSZ-s do shkruaj lëvizja BESA, nuk do shkruaj Rilindja me BE-s. Do thonë BESA nuk ka koalicion. Strukturë organizuar pavarësisht të doktor, lejon pak, s'është ta përfundoj se këtë proces e di mirë, se kam qenë njëri prej bartësve të këtij procesi. Edhe kam bisedu më shumë se 4 muaj për këtë temë. Edhe e vërteta kjo. Tash ti si dush mbroje edhe provo ta mbrojsh, po e vërteta është se BESA nuk ka koalicion me RDK-n. Më thonë, njëna pjesë e RDK-s është e shkrime në BES, që është legjitime, është korrekte, është këtë në rregull, veç ta përfundoj. Është strukturë e organizuar e cila është strukturë e shkrime në BES. Kjo është e vërteta se njëni fraksion i RDK-s u shkrim BES, edhe është në rregull ajo punë. Është vendim i atyre, edhe nuk ka asnjë farë problemi, nuk e kontestoj atë. Është një argument shtesë ata vërtet e kanë dash bashkëpunimin. Krahasim me gjitha subjekte të tjera, për cilët opinioni është i njohur. Bashkëpunimi është shumë i qartë se nuk ata vërtet seriozisht e kanë patur. Nuk do lëvizja BESA ta thosë të vërtetën se pse doli me thirrje publike, a deri atë ditë para se del me thirrje publike duhet të takohemi për ti hekurosur çështjen e platformave, po s'ka rëndësi. Po unë kam qenë personi i cili e kam taku edhe strukturat e BES-s, edhe strukturat e RDK-s, edhe strukturat e LRPDSH-s edhe krejt. Po nëse është konsumu kjo temë, okej, ta lojnë. Se vetë tha është konsumu. E vërteta është se në momentin kritik, lëvizja BESA doli me thirrje publike, thirrje Gzimostrenin, Zjadin Selen në Elektoral Palace. Nuk bëhen këtë punë me thirrje publike me Facebook, po bëhen me dokumenta konkrete. A unë gjithë kohës, pa neve va kemi provë platformën, o doktor. Platformën, lëvizja, dëgjom, lëvizja BESA, ama një sekund, lëvizja BESA ka dokumenta konkrete. Ju keni qenë BDI, po, lebe qëfar të BDI e mos u merë me BDI, nëse BDI ke qenë ti, edhe ti ke qenë BDI në të kohë, edhe Bilal Kason, po si s'ke qenë, ke qenë mërë si s'ke qenë, në gjëmë, si i këtaj punë, ke qenë. Tash, sa i përket mua qështjes, se si do realizohen. Më thonë, ideja që ne, gjatë gjithë kohës, si subjekt politik, si unitet, e kom thënë edhe publikisht, kemi qenë subjekti më i sakrifikuar për të arritur bashkëpunimin para zgjedhore. Kemi qenë tamam ajo ura e cila gjatë gjithë kohës kanë shkel gjithë mbi nesh, që si e si të arrijet koalicion ose unifikim i subjekteve politike, shqiptare, e thanë të vërtetën, zotëri Pollozhani, politike, shqiptare, leve, zotëri Pollozhani, të shumë të tregojnë që kam folë. Ndërmjetësuesit që kanë qenë prezent në ato bisedime, publikisht e kanë thënë të vërtetën edhe... Cëllën Pollozhani kika? Kush ka qenë? Kush ka qenë? Unë tregoj kush ka qenë? Kam qenë unë, ka qenë Zekeria Ibrahimi, ka qenë Afrim Gashi, përfaqësues të subjekteve politike. Është interesuar kush ofron kapacitet edhe potencial, po qatë jemi të e folë, po tash mos i ikë. Ka fuqi të ndalë këtë keqë që në ndohë. Edhe këtë, unë e përsërisë të njëre, gjitha sondazhet, të gjitha lëvizjet, të gjitha organizimet e dëshmojnë se këtë potencial e ka struktura... Okej, da e shofim zgjedhja të punë, po e kam diçka tjetër bisede. E rilindja me BES nuk është koalicion para zgjedhor. Dhe me thonë, BESA është subjekt politik, i cili do garon vetë. Dhe me thonë, koalicioni vetëm, shqiptar, para zgjedhore është aleanca mes 3 subjekteve politike. Edhe populata shqiptare, votuesi, në listën do e ketë numërin 7 me aleanca për shqiptarët. Kurse televizja BESA do e ketë vetëm lëvizja BESA, nuk do shkruaj rilindja me BESA, ashtu si që prezentojmë publikisht. Po si do që tjetë është vendim i këtyre. Dakor, po nuk është mirë populata para koha mos t'ja thush të vërtetën. Kjetë kam idenë. Dhe thonë, do t'a thush të vërtetën, thush po, ne koalicionin e kemi, pa e kemi intern, të mbrenqëm. Kurse zyrtarisht nuk është rilindja me BESA, është veç BESA. Zotëra Dili, neve na intereson elektoratit shqiptar, intereson si do të zbatohet që të realizohet kjo në parlament. Ne kemi thonë shumë publikisht, shumë para mos dole puna se sot bëj fushat, me gjithë se jemi në kohët fushatës, dhe shumë legjitime me bëj fushat. Ne kemi thonë hapën, nëse do respektohet parimi fitusi i njënës palë me fitusin të tjetërës palë, flasë Macedon dhe Shqiptar, kjo aleancë, kjo koalicion,
i 3 subjekteve politike. Në asnjë moment nuk do pranoje të futet në institucionet e shtetit pa marrë garancat plota me nënshkrim të dy palëve në rastin konkret dhe me afatizim për këta ndryshime kushtetuese, të cilat janë imperativ i kohës. Do të thotë, kjo është moment ku duhet politikanët shqiptarë që do marrin mandat, t'i kenë këta ndryshime, t'i kenë vijat e kuqe, që edhe tradhtari më i madh mos guxon të futet në qeveri duke i shkel këta vijat kuqe. Dhe nëse eventualisht nuk Do të ndodh, parashit një marrëveshje e re, e cila nëse eventualisht nuk ndodh që Pala Maqedone, ne kemi plane tjera, cilët janë plane tjera. Të futemi në parlament, t'i paraqesim kërkesat dhe dalim t'jemi me popullin. Dhe në asnjë moment mos jemi pjesë as e parlamentit dhe as e qeverisë. Do thonë, ideja jonë nuk është që të futemi në qeveri. Se gjatë gjithë kohës doktori e thotë, ke qenë, unë kam qenë qeveri, edhe e di që ka shteti dhe pushteti. Unë kom dalë, pikrisht duke i pa këta të këqija për cilat i falem bashkarisht këto. Unë kom dalë, pikrisht duke i pa parasysh se u bë diskriminim, devalvim i vlerës shqiptare, edhe i shëndetësisë, edhe i arsimit, edhe i infrastrukturës e kështu me radhë. Thonë, shqiptarët duhet të jenë të vetëdijshëm. Kjo vlen për gjithë. Subjektet politike, të reja, jashtë parlamentare, thuj si ti thush, përveç BDI-s edhe PDSH-s, vlen që pa një marrëveshje konkrete, në asnjë moment mos guxohet të hyjë në qeveri. Nëse ideja e dikujt është të bëhet deputet edhe të shkojë të bëjë pazare politike, atëherë le të hyjnë, le të zavancojnë BDI-n, nuk është problem, ne nuk jemi të interesuar ashtu. Thonë, ideja jonë është me afatizime, vijat e kuqe të shqiptarëve të përcaktohen, që mos guxoje as tradhtari më i madh të i shkele këta vijat kuqe. Zotër Mehmeti, të kthehemi pak platformës Besës, keni parapat disa segmente, do thotë, të përmirësimit të jetës qytetare. Cila sipas jush do të jetë prioritet numër 1, do thotë, aspekti social, aspekti shëndetësor, aspekti ekonomik, investimet kapitale e kështu me radhë. Cili do të jetë prioritet numër 1, do thotë, i kësaj? Pikë pari, ajo që është më e rëndësishme është se çdo qytetar ka të drejtë që të ndihet i sigurt në vendin e vet, që sot nuk e kemi. Sistemi i sigurisë, sistemi i drejtësisë është rënuar totalisht edhe është në kontroll të pushtetit. Për atë hapi i parë drejt rregullimit apo ekuilibrimit të sistemit juridik është që prokuroria speciale të jetë funksionale dhe të mbështetet deri në fund. Gjë që partitë në parlament nuk e bën. Nuk e mbështeten as vazhdimin e mandatit të prokurorisë speciale, as ligjin për dëshmitar të mbrojtur. Pa këtë, ne nuk mund të sigurojmë drejtësi dhe siguri qytetarëve. Pjesa tjetër është, urgjentisht duhet të kemi një gjykatë speciale e cila do të i procedoj nismat e prokurorisë speciale me qëllim që të kemi një epilog juridik për gjithë atë keqe që kanë ndodhur qytetarëve në Maqedoni dhe shqiptarëve në veçantë. Pa epilog, do thotë, pa më u shumë gjykuar. do të kapni tek e kalumja Jo. për t'i zbardhur ato raste, se sa në të ardhmen, apo? Kjo është hapi i parë drejt një sistemi juridik, drejt një lirie dhe barazie. Për shkak se sot qytetarët shqiptar nuk ndjehen të lirë. Sot shqiptari nuk ndjehet i sigurt në shtëpinë e vet. Për shkak se ki pushtet, kur ti teket, mund të shkojë ta arrestojë dhe ta burgos me burg të përjetshëm, pa kur faj. Kjo është hapi i parë. Hapi i dytë është që ne do të mundohemi që të kemi një zhvillim të barabartë ekonomik edhe ndaje të buxhetit në mënyrë të drejtë edhe proporcionale. Pra kërkojmë që buxheti të aprovohet me shumicë të dyfisht në parlament. Kjo është E cila është edhe tani. Por që realisht ky buxhet nuk guxon nga partia e cila do të jetë në pushtet, nuk guxon të votohet nëse ky buxhet e diskriminon qytetarin shqiptar. Ju do të jap vetëm një shembull. Buxheti për spitalin e Tetovës, i cili ka mbi 155.000 të siguruar me sigurim shëndetësor, është edhe njëherë më i vogël se spitali i Manastirit, i cili ka 95.000 të siguruar. Dyfishi është dallimi në krahasim me spitalin e Tetovës, a popullata shumë më e madhe. Kjo nuk mund të ndodhë nëse koalicioni Rrjedhje me Besë është pushtet.
Një ndër pikat elementare është që të kemi zhvillim ekonomik të barabartë, të kemi investime që qytetari shqiptar ta ndjeje mirëqenien ashtu si e ndjen çdo qytetar tjetër. Sot kemi 4 lista të deputetëve të partive shqiptare. Kemi BDI PDSH, Aleancën dhe Lëvizjen Besa. Nëse votat shpërndahen, ashtu siç parashihet në analiza, do të thotë çdo subjekt politik do të marrë disa nga deputet, si do të realizohen gjitha këto premtime shumë të mëdha si nga Aleanca, si nga PDSH-ja, si nga Lëvizja Besa për të realizuar ato, ndërsa numrin e deputetëve nuk e kemi. Unë mendoj se nga sondazhet edhe nga gjithë ajo që është... Sa deputet ju duhet Lëvizjes Besa që të realizon këtë? Do t'ju duhen mbi 20, apo? Nuk është patjetër, nuk është çështja e numrit të deputetëve, por çështja e se ata deputet a do të ngelin në qëndrimet për të mbrojtur interesat e qytetarëve dhe shqiptarëve në veçantë. BDI-ja i pat 20 deputet, po s'bëri asgjë, për shkak se ai subjekt, ajo strukturë e njerëzve kanë qenë krejtësisht të shantazhuar. Pra nuk është me rëndësi numri, po është me rëndësi cilësia edhe vlera, integriteti e ative deputetëve. Nëse po supozoj, janë një parti politike, mos ta marrbecen, është me 4 deputet, ka ti ngelesh në qëndrimet që unë do të mbroj interesat shqiptar, mirë po nuk ke numër të mjaftueshëm deputetëve. Nga ana tjetër do të mbi votosh nga parti tjera dhe mbaroj procedurën. Unë mendoj se realiteti politik i ri në Maqedoni po dëshmon se më të shqiptarët ka një opsion serios, i cili është relevant edhe i cili ka potencial dhe kapacitet që të marrë përkrajën e shumicës shqiptarëve në Maqedoni. Edhe mendoj se kjo do të ndodhë edhe për faktin që ky subjekt ofron edhe strategji konkrete se si do të realizon këto, nga se nuk është me rëndësi për neve marrja e posteve ministrore apo ndarja e dikastereve, po është me rëndësi se me partnerin a do të miremi vesh që ta ndërshtojmë këtë shtet i cili do të jetë i barabartë, i drejtë edhe i cili do të respektojë të drejtat e shqiptarëve dhe gjithë qytetarëve. Kjo është ajo të cilën ne s'pariherë do të bisedojmë mas. A do të kemi zhvillim të barabartë? Nuk mund se paramendoni në këtë shtet, me këto ligje që ekzistojnë, ju keni vazhdimisht nga ky pushtet thirrje edhe neglizhim i ligjeve ekzistuese të këtij shteti. Me një shembull në arsim, ju keni paralele shkolla të cilët kanë numër të mbigarkuar të nxënësve e të cilët nuk kanë të drejtë të hapin paralele të reja, kur ministri është shqiptar. Ju keni, e potencova, rajonet të tëra në Maqedoni që nuk kanë ujë për pije. Kjo, edhe ky shtet, kështu si është, kjo kushtetut i garanton këto drejta, ndërsa ky pushtet këto as pak nuk i ka realizuar. Kjo është ajo për cilën ne do të ulemi në masë të bisedojmë. Nuk mund të ekzistojë të funksionojë ky shtet nëse qytetari shqiptar sot s'ka ujë për pije. Zoti Adili, keni gjetë koalicion me 2 subjekte tjera politike, i keni hekuros ato qëndrimet e juve, cilës i dhatë prioritet? Sa i përket çështjes prokurorisë speciale edhe iniciativës që ishte në parlament për zgjatjen e mandatit të prokurorisë speciale, edhe ligjit për dëshmitar të mbrojtur, unë isha vetëm deputet në fakt shqiptar i cili edhe publikisht e mbështete edhe përkrah. Kjo është një, edhe e dyta, çështjen e krijimit të dhomave speciale në kuadër të gjykatës speciale, atë që thotë doktori gjykatë speciale. Kjo do duhet të rregullohet në dhoma speciale në kuadër të gjykatës speciale. Po, kjo është e njëjtë. Këtë ne kemi thënë publikisht në Kongresin e Unitetit. Kemi edhe në program, edhe kemi thënë shumë hapur, edhe pas asaj, pastaj doli edhe faktori ndërkombëtar me idenë që në Maqedonisë përveç prokurorisë speciale i duhen edhe dhomat speciale në kuadër të gjyqësisë speciale. Po veçma kur të fillohet me këtë ide, do duhet krijohen edhe struktura në kuadër të Ministrisë së Brendshme, në kuadër të shërbimit sekret të shtetit, policisë sekrete që ka quhet në opinion. Do duhet të ketë ekipe të specializuara me koordinim ndërkombëtar, të cilat do merren special me hetimin e rasteve të cilat dalin nga çështjet e thyrjes ligjit, keqpërdorimit detyrave, vjedhjeve, rasteve të montuara e kështu me radhë. Unë disa herë kam thënë dhe përsëris këtu, politikanët të cilët
e kanë thy ligjin, kanë thy kushtetutën, kanë bën shkelje kushtetutës. Sigurisht se do përfundojnë në burg, se ku tjetër për vetë se në burg. Se nëse në Maqedoni, që nga 91-sha, asnjë kryetar komune, asnjë kryetarit komunës nuk ju ka ngrit akt padi penale për keqpërdorim të tyre, e jo mo kryeministrit ose ministrit. Për çfarë shtetit drejt flasin, për çfarë respektimi të kushtetutës dhe të ligjeve flasin. Absolutisht. Unë sot di shumë më shumë kryetar komunash të cilët janë shumë të pasun, duke keqpërdor buxhetet e vogla apo të mëdha varësisht të komunave, se sa ministra, sepse kryetarët e komunave në bashkëpunim me pushtetin qendror i kanë bërë gjitha ata keqpërdorimet e tyre, ata të cilët sot shqiptarëve u mungojnë, edhe infrastrukturat, edhe ambulantat, edhe ujë për pije, edhe shkollat, edhe kodion. Dhe për atë arsye, Aleanca paraqet, do të thotë, sistem të pushtetit lokal dy shkallësh, komuna dhe regioni. Pse? Për arsye se regioni edhe komuna, kur ti kesh sistemin dy shkallësh të decentralizimit, kjo i bie se mjetët ose tatimi i qytetarit të komunës X do ngele poshtë, do të thonë 50% i atyre mjetëve do ngele të shfrytëzohen në atë lokalitet, gjithsesi në atë komunë, dhe qytetarët do shfrytëzojnë mjetet e veta financiare për investime aty. Dhe pjesa tjetër e mjeteve do shkoje në nivelin qendror kur do duhet shfrytëzohet normal për ushtrie, për policie, për punë tjera. Do thotë, ideja e krijimit të pushtetit lokal në sistem dy shkallës, komuna, qarku, është pikrisht që të kemi zhvillim real të rajoneve tona shqiptare, që ai qark të ketë administrat, pra, të ketë ministra rajonal të qarkut, të ketë polici rajonale të qarkut, të ketë ministrit finansave të qarkut, të ketë administrat ashtu si që ka shteti komplet. Në të flasim për pushtet lokal të decentralizuar deri në skajshmëri. Në të qytetari poshtë ta ketë, edhe ministrin, edhe spitalin, edhe policin, edhe gjithë shka. Kur thamë poshtë, në qark, nuk flas tash për shërbim sekret, flas për polici, për polici kështu sigurisë publike. Dhe më thonë, kjo është njëni prej prioriteteve kryesore. Çështja e sigurisë ose gjyqësisë pavarur, ne kemi edhe në program, se Maqedonisi duhet gjyqësie pavarur me gjykatës kvalitativ, me ndërmjetësim ose me trajnim të ndërkombëtarëve. Shqipni çka është të na ndodhë në Shqipëri? Kemi një shembull shumë konkret. Thëmë, prej kur filloi reforma në gjyqësi, pas presionit madh, konkretisht të ambasadorit Amerikan në Shqipëni, gjithë deputetet e Parlamentit Shqiptar e votuan reformën gjyqësore. Dhe pse nuk e votonin para se të ndërhyjnë të ishin ndërkombëtar? Nuk e votonin se duheshin të shkojnë në burg vetë ata. Do të thonë, flasim për reformë klasike, për reformë rrënjësore të sistemit gjyqësor, edhe të sistemit sigurisë, se nuk mund të flasësh për reformë të sistemit gjyqësor pa e reformuar sistemin e sigurisë. Policin, shërbimet, sigurinë publike, policinë e komunikacionit e kështu me radhë, do të thonë komplet sfera. Sistemi i sigurisë, sistemi i komunave, gjithsesi decentralizimi, dy shkallësh, gjyqësia e pavarur dhe punët të cilat ne duhet t'i bëjmë vetë para se të na çojnë ftesë, që është flas tash për çështjen e integrimeve. Këto janë prioritetet e këtij koalicioni gjithsesi kësaj aleancë. Se Mehmeti, një ndër pikat të cilat nuk e prekëm, ndoshta është edhe migrimi i madh në të i të rinjve shqiptar. Si do të parandalohet ky fenomen? Është një pikë e dhimbshme, do thotë që në çdo lagje ku hym, do thotë shohim të rinj të cilët janë të dëshpëruar edhe dëshirojnë sa më parë të largohen nga vendligja. Këtë nuk e prekëm, do thotë esenca ishte kjo, si t'i mbajmë të rritë kuadrot kualitative t'i mbajmë këtu. Absolutisht. Është një e vërtet e hedhur fatkeqësisht, cila padyshim është rezultati i politikave krejtësisht të gabuara dhe të dështuara të politikë bërëzve shqiptar dhe i sot. Dhe kjo është një ndër pikat të rëndësishme, të cilat patjetër se ne do të kështojmë vëmendje të veçantë.
Cilat do të ishin mekanizmat hapi për parë të është thonë zhvillimi ekonomik, krijimi i vendeve të reja të punës. Thonë kjo fillon nga decentralizimi fiskal i mirëfillt, nga ndarja e barabartë e buxhetit. Kur në komunat shqiptare do të kemi buxhet të mjaftueshëm, kur do të kemi zhvillim ekonomik, kur do të kemi investime, kur do të kemi, domethënë, hapje të vendeve të reja, padyshim që i riu shqiptar do të ngelet vendin e vet. Por realiteti sot është i hidhur krejtësisht edhe është një shkak që i riu shqiptar sot mendon të ikë jashtë. Besoni, nga kontaktet që i kemi ne në teren, me popullatën shqiptare, secili i ri thot, nëse edhe njëherë të njëjtës subjekte marrin mandat edhe fitojnë pushtetin, ne do të ikim prej vendit. Më thonë, e kanë humbur totalisht besimin në këto politikë bërës të deri sotit. Për atë është nevojë urgjente që ne me ideet, me projektet konkrete, për të cilët ne bëjmë kontakte të rëndësishme, serioze me subjekte relevante që merren me çështjet e zhvillimeve rajonale dhe ekonomike, që ne të ofrojmë projekte konkrete. Desha të potencoj pak edhe ndarjen territoriale, për cilën ne në ridefinim kërkojmë që kjo ndarje, e cila krejtësisht është e padrejtë për shqiptarët e Maqedonisë, të ridefinohet dhe të korrigjohet. Nga se ju keni raste kur, për shembull, Jugo-Hromi është një ndotës i madh, një helmues i popullatës shqiptare dhe gjithë qytetarëve të Tetovës, të mirat benefitet ekonomike e merr një komunë e vogël maqedonase, për shkak se në territor është të asaj komune. Për atë shembull e kemi edhe deponinë Drislla, e cila është deponia më e madhe në Maqedoni. Helmin, ndoqjen e ambientit ku jetojnë shqiptarët e bën kjo deponi, pasojat i përjeton populata shqiptare, ndërsa të mirat materiale financiare shkojnë në duart të dikujt tjetër. Për atë kërkojmë që të ridefinohet edhe ndarja territoriale, të kemi një ndarje të re territoriale me decentralizim fiskal të mirëfillt, ku do të reflektohet pastaj në zhvillim rajonal të barabartë. Ju jeni dëshmitar që në shumë vendbanime shqiptare, për shembull Haraqina ka mbi 15.000 banor, sot Haraqina ka probleme me infrastrukturën, ka probleme me ujin. Kemi vendbanime shqiptare ku nuk kemi çerdhe, për shembull. Kemi 8.000-10.000 banor në Studençan Batinj, 15.000 banor në Haraqin, çerdhe për fëmijë. Kemi gjëra elementare që neve na mungojnë. Për atë kjo është ridefinimi, që qytetarët shqiptar t'i mundsojmë që në vendin e vet të ketë një jetë dinjitoze, një jetë të mirëqenë edhe të gëzojë të drejtat e veta në tokën e vet. Me sigurisht se do të kemi raste edhe herave tjera, do thotë që do të bisedojmë pikërisht për këto çështjet. Më intereson keq shkurtimisht, jemi krejtësisht në fund të emisionit, na intereson një nga pikat në platformën e juaj për t'i mbajtë të rit këtu, ka qenë edhe meritokracia, do thotë mos shkojnë çështje e punësime përmes organeve partijake, siç ka ndodhur deri më tani. Shkurtimisht kisha më dashur, çka keni planifikuar për të rinjt shqiptar? Mënyra sjelljes së buxhetit edhe decentralizimi dy shkallës, as që thash, do të thotë do jenë dy pikat kyçe për ta mbajtur të riun shqiptar të jetë këtu. Pse e tham këtë? Se decentralizimi ose pushteti lokal dy shkallësh, me kompetenca të plota, me buxhet të fuqishëm, ai kryetari i qarkut ose i asaj komune do ketë të drejtë me këta ndryshime kushtetuese që të bën marrëveshje pa e pyet qeverinë me çfarë do lloj investitori të huaj dhe të zhvillon ose të krijon vende të reja të punës, dhe në atë situatë do të thotë çdo qark ose çdo komunë në kuptimin e qarkut në sistemin dy shkallës do e ketë të drejtën e komunikimit ose menaxhimit me buxhetin e vet, i cili 50% e atij buxhetit domethënë do ngelen në qark edhe në komunë. Këto janë idetë dhe qëllimet. Se jemi krejtësisht në fund. Nëse mund edhe një element, më thonë në këtë drejtim të migrimit. Ne gjithë e dimë se një pjesë e madhe e popullatës shqiptare është mërgat, edhe ata kanë një potencial të madh ekonomik në sferën e biznesit. Unë jam i bindur se këta shqiptarë, të cilët janë gurbete dhe që kanë potencial ekonomik, janë shtellë të interesuar që atë potencial
ekonomik të investojnë në vendinjën e vetë. Mirë po, pasiguria, shteti jo funksional, padrejtësia, do të thonë, gjithësi e korruptuar edhe e shantazhuar, politikanë të shantazhuar ju japin ative të drejtë që nuk janë të sigurt që të investojnë. Ne me ndërtimin e sistemit të sigurt, me një politikbërje reale edhe të drejtë, me politikanë të sinqertë dhe të moralshëm, padyshim se këta investitorë, këta biznesmenë shqiptarë do kthehen dhe investojnë në vendin e vet. Zoti Mehmeti, zoti Adili, ju falenderoj shumë që gjetët kohë dhe morët pjesë në emisionin Studio e Hapur në gjuhën shqipe, ndërsa ju shikues të nderuar, takim të radhës ju lë të shtunën e ardhshme me fillim në ora 18, atëherë kur do t'i kemi bartësit e listave të njësisë zgjedhore numër 2. Sot ishte tentimi jonë, do thot, për t'i pas, do thot, këtu edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, edhe Partinë Demokratike Shqiptare, mirë po në moment të fundit u largun debatit, nuk e di për çfarë arsye. Deri atëherë, miru pafshim.